Pas rrugëtimit të saj të suksesshëm në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, bukuroshja Danja Koka nuk ka ndërmend të largohet nga vëmendja e publikut. Ajo është gati për një rikthim të bujshëm, këtë herë si prezantuese në një emision të ri që premton shumë emocione. E ftuar në një emision, Danja zbuloi se ndihet e jashtëzakonisht e nderuar për këtë rol dhe premtoi që spektakli do të sjellë në skenë emra të mëdhenj nga e gjithë bota artistike shqiptare. Gjysmëfinalja dhe finale do të zhvillohen në Tiranë gjatë muajit qershor dhe Danja do të jetë fytyra kryesore e mbrëmjes si moderatore. Nga ana tjetër, Danja u ngacmua për marrëdhënien e saj me Redin dhe u pyet drejt për drejt nëse Tasma është afër. Edhe pse nuk dha një po të prerë, ajo la të kuptohet diçka. Vetëm Redi ka disa plane. Unë do jem një ndjekëse e denjë e mendimeve të tij, thot Danja me një buzëqeshje plot kuptim. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se gjatë gjithë kohës që ishte brenda shtëpisë së famshme, ajo pati shumë konflikte me Xhipanin, i cili kishte shprehur pëlqim për të, por që Danja nuk e ktheu kurrë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.